Hani shalqinë çdo ditë dhe I thoni lamtu mirë këtyre problemeve shëndetësore. Shalqini, një nga frutat më të preferuar të verës, mund të ofrojë përfitime të mëdha shëndetësore nëse konsumohet në mënyrë të rregullt çdo ditë në dietën tuaj ditore. Vlerat që do t'i jap ai organizmit tuaj do ta kthejë atë në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese me dobi të larta për shëndetin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Studimet e fundit sugjerojnë se konsumi I rregullt I shalqinit mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin e zemrës dhe të ulë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare. Sipas kërkimeve, personat që konsumojnë shalqinë çdo ditë në dietën e tyre ditore kanë gjithashtu tendencën të marrin sasinë më të lartë të lëndëve ushqyese të rëndësishme siç janë ato fibrat, kaliumi, magnezi, vitamina C, vitamina A, si dhe likopeni, një antioksidant shumë I rëndësishëm për organizmin, I cili kontribon edhe në shëndetjen e mirë të zemrës. Këto element kontribojnë në përmirësimin e cilësisë së dietës suaj, si dhe rrisin në mënyrë të rregullt shëndetin tuaj ditor. Një analizë e publikuar së fundmi ka treguar dhe ka nxjerrë në pa elementet e aminoacideve L-citrulin, të cilat gjenden te shalqini dhe ndihmojnë gjithashtu në uljen e tensionit të gjakut, në përmirësimin më të mirë të qarkullimit të gjakut. Ekspertët besojnë se këto studime, të cilat përmendin këto substanca, ndikojnë gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij ditore. Shtimi I shalqinit mund të ndikojë pozitivisht në enët tuaja të gjakut dhe të mirëmbajë kështu shëndetin e zemrës. Përveç kësaj, shalqini përmban 90% të ujit, duke e bërë atë një përzgjedhje të mirë ideale për hidratim gjatë ditëve të nxehta të verës. Konsumi I tij është I lidhur gjithashtu edhe me përmirësimin e tretjes, uljen e inflamacionit dhe lehtësimin e dhimbjeve të ndryshme muskulare. Specialistët rekomandojnë se shalqini mund të përfshihet në regjimet tuaja ushqimore të balancuara. Ai mund të konsumohet si I freskët, në smoothie, sallata verore, I kombinuar gjithashtu edhe me kosin. Ai mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në kombinim me fruta të tjerë. Megjithatë, ekspertët theksojnë se ai është një ushqim që mund të shtohet në dietën tuaj në sasinë e rekomanduar ditore. Asesi në sasi tepër të larta pasi mund të kthehet gjithashtu edhe në një nxitje më të madhe të elementeve të ujit që ai përmban. Ekspertët e këshillojnë vazhdimisht konsumin e shalqinit në vaktet tuaja ditore si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese për organizmin tuaj në tërësi dhe për mbrojtjen e shëndetit të zemrës në veçanti. Jo vetëm freski dhe ëmbëlsi, shalqini përmban nivele të larta të ujit, vitaminave dhe përbërësve të tjerë bimor, të cilët kontribojnë gjithashtu edhe në një shëndet më të mirë të organizmit dhe në një dietë më të plotë ushqyese. Në ditët e nxehta të verës, shalqini është një nga frutat më të preferuar. Përveç shijes së tij të ëmbël dhe freskuese, ai kontribon gjithashtu edhe në një përmbajtje më të lartë të vlerave ushqyese, duke u bërë një vakt praktik edhe për të ndihmuar organizmin tuaj edhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Shalqini furnizon organizmin me nivele shumë të mira të ujit, ndërsa përmban disa vitamina dhe minerale përfshirë këtu, vitaminën C, vitaminën A, manganin, magnezin dhe kaliumin. Ai gjithashtu përmban edhe në një sër elementësh të tjerë ushqyes të cilët mund të mbrojnë organizmin dhe të lehtësojnë kështu komplikacionet e tij. Ekspertët shtojnë në një zëri se konsumi I shalqinit në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Një avantazh I shalqinit është se mund të kënaqë kështu dëshirën për diçka të ëmbël dhe mund të jetë një përzgjedhje e mirë ushqyese për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ekspertët Healthline cilësojnë përfshirjen e shalqinit në vaktet tuaja ditore si mundësi në më të mirë ushqyese edhe për të nxitur një organizëm të shëndetshëm dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Konsumi I shalqinit në vaktet tuaja ditore mund të nxjisë gjithashtu edhe një aspekt të mirë të shëndetit tuaj kardiak.
Një nga aspektet më të mira lidhur me shalqinin është përmbajtja e tij në formën e një shëndeti më të mirë ushqyes dhe lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Ndaj, nëse doni që të merrni përfitimet e tij, ai mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e nxitjes së shëndetit afatgjatë të zemrës. Shalqini është një nga frutat më të lëngshëm dhe më të shëndetshëm të organizmit. Sigurisht, i kombinuar si duhet në dietat tuaja ditore, mund të jetë përzgjedhja më e mirë mbrojtëse e organizmit, gjithashtu edhe parandalimi i komplikacioneve të tij. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vitamina, minerale dhe fibra, përfitime që njeriu mund t'i ketë të nevojshme për aktivitetet e tij ditore. Në këtë video do të mësoni për vlerat më të mëdha të shalqinit dhe sigurohuni që ta keni pjesë të dietave tuaja ditore. Kështu, përfitimet e tij në shëndetin tuaj të përgjithshëm mund të jenë në një nxitje më e mirë e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shalqini është i mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Ai është i pasur me aminoacide të cilat do ta ulin tensionin e lartë të gjakut. Shëndeti i zemrës do të përmirësohet të ndjeshëm fal antioksidantëve që do të ulin gjithashtu edhe riskun e atakut në zemër. Shalqini mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për gjymtyrët. Shalqini përmban pigmente natyrale që luftojnë inflamacionin e gjymtyr. Disa studime të cilave u referohemi thonë se falë konsumit të shalqinit, njerëzit janë më pak të riskuar që të vuajnë gjithashtu nga problemet e artritit dhe të reumatizmës. Përdorimet të tilla të shalqinit në dietat tuaja ditore mund të jenë gjithashtu një nxitje e mirë e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve. Shalqini do të ofrojë nivele të larta të antioksidantëve. Ngjyra e kuqe e shalqinit i atribuohet gjithashtu edhe likopenit, një antioksidant shumë i rëndësishëm që do të ulë riskun e radikaleve të lira në të. Shtimi i shalqinit mund të nxjisë gjithashtu një organizëm më të fortë, më të shëndetshëm, edhe për të evituar komplikacionet e tij. Me konsumin e tij në mënyrë të rregullt dhe brenda standardeve të rekomanduara, vlerat e shalqinit në shëndet do të jenë të larta edhe për lëkurën tuaj. Ngrënia e shalqinit shërben si një mburojë për lëkurën. Antioksidanti likopen ndihmon organizmin edhe ndaj djegjeve nga dielli. Shalqini është i mirë edhe për shëndetin e syve. Një racion me shalqin plotëson 30% të nevojës ditore për vitaminën A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve. Shalqini gjithashtu është i mirë edhe për hidratim. Sipas të dhënave, 92% e përmbajtjes së shalqinit është ujë, ndaj ky frut është ideal për hidratimin e organizmit. Mungesa e lëndëve ushqyese në organizëm e drobit të ndjeshëm atë, dhe shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore mund të jetë një ndikues i drejtë për drejtë i shëndetit tuaj ditor. Ekspertët thonë se shalqini është i mirë për organizmin dhe duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, duke marrë parasysh edhe lëndët ushqyese që ai ofron. Shalqini është i mirë gjithashtu për lëkurën. Shalqini përmban vitaminën A, B6 dhe C, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e një lëkure të butë dhe të lëmuar. Ai mund të shfrytëzohet edhe si maska lëkure duke përzier lëngun e tij me kos. E mbani për 10 minuta dhe më pas e shplani. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja mund t'i japë më shumë energji. Uji, antioksidantët dhe aminoacidet e shalqini e bëjnë atë ideal për njerëzit që kryejnë aktivitete intensive fizike. Shalqini përmban edhe kalium, një mineral që ushqen muskujt dhe garanton gjithashtu më shumë elemente energjisë. Tretja juaj do të jetë gjithashtu një përfitues i madh i shalqinit. Njerëzit që vuajnë nga koliti nuk duhet t'i thonë jo shalqinit sepse është një frut shumë i lehtë dhe i tretshëm. Shalqini është një nga produktet më të mira të verës që mund t'i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja ditore. Kështu ndikimi i tij në organizëm do të jetë më i plotë dhe do të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.